Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës në emisionin Bord. Sonte kemi të ftuar Safet Sylën, autor i romanit Hija e pafajësisë dhe e përmbledhjes poetike Ritmi i jetës. Por Safeti nuk është vetëm krijues letrar, është njeri i cili në kohët më të vështira, në kohën kur ka dhënë kushtrimin adheu, ju është përgjigjur dhe ka treguar aftësi të zota zotja në mbrojtjen e adheut. Përshëndetje zoti Syla, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje të ju, faleminderit për ftesën. Janë të pakët ata të cilët kanë filluar të shkruan, kanë lënë shkrimet, janë rreshtuar në luftë, më pas prap ju kanë kthyer shkrimet apo krijimtarisë letrare. Ju jeni ndër ta i cili nga letërsia keni kaluar në luftëtar lirie dhe prej luftëtarët e lirisë prap si autor i librave. Si e keni përjetuar këtë ndryshim të veprimtarive tuaja, krijuese dhe adhetare? Faleminderit shumë. Fillimisht më lejoni të uroj të gjitha familjet e dëshmorëve, invalid të luftës dhe veteranë të luftës me rastin e ditëve të shtirimit në komuna të Republikës Kosovës. Mos të harrojmë edhe padrejtisht bashkëkryetarët tanë të cilët po mbahen në Hagë, Hashim Tashin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe të tjerët. Mos i harrojmë edhe familjet e viktimizuara, familjet e viktimave civile, gratë, fëmijët, të gjithë ata të cilët kanë vuajtur ndër shekuj para çlirimit në Republikën e Kosovës. Ti lësh anësh shkrimet dhe të rreshtuesh në luftë, më pas të lënë të përfundon luftën, të del nga dhimbtar fitimtar dhe prap t'ju kthehesh shkrimeve. Cila ka qenë kjo ndjenjë? Nga letërsia të kalon në luftëtar lirie dhe nga luftëtar lirie prap t'i kthehesh letërsisë. Realisht letërsinë e kam dashur gjithmonë, kam lexuar shumë poezi, tregime, proza. Dhe kam pritur që një ditë ndoshta do ta kem fatin që të rreshtohem në radhët e luftës shtimtare për Republikën e Kosovës. Kjo edhe ndodhi pas kushtimit komandantit legjendar të Adem Jasharit. Unë isha në Mërgem dhe lash shoqën dhe 3 fëmijë dhe u bashkova, apo ju përgjigja kushtrimit, u bashkova radhët të gjata të ushtrisë shtimtare të Kosovës. Fillimisht kam vepruar në brigadën 121, pasandej jam emëruar në detyrën e zavansdetorit të detyrisë operative të komunikimit dhe informimit në shtabin e përgjithshëm deri në fund të luftës. Shumë ma lehtë ka qenë lënia e pendës dhe fletoreve për t'ju përgjigjur kushtrimit në luftë për çlirim, se sa kapja prapë e pendës për të shkruar përjetimet gjatë luftës së lavdishme të ushtrisë shtimtare të Kosovës. Mu po më duket që është shumë më e rëndë tash me shkruar, sepse gjatë shkrimeve shpesh herë po emocionohem, po më kujtohen rastet, më kujtohen shokët, më kujtohen dëshmorët, më kujtohen bashkëluftëtarët, më kujtohen betejat të shumta, më kujtohen krimet, masakrat në për cilat ka kalu populli jon, edhe shpesh herë më duhet me lanë, me pauzu, e pas një pauze prap me vazhdu me shkru. Para luftës zakonisht është ndruar liria. Si të arrihet liria, pas luftës shumica shkrimeve vjen kujtimi i ardhes së lirisë. Po. A shumë më vërtet gërshëtimi i këtyre 2 segmenteve që po sapo i përmene, nga njëherë është i lehtë sepse t'jepëm emocion dhe ke muzën për me shkru. Po në tjetër anë, në aspektin emocional, personalisht po flas për veti, është ngacmuese. Ngacmon dhe shpesh herë lodhem edhe emocionohem edhe mërzitem. Megjithatë, ku vendos që mos të ndalem, ku vendos që të shkruaj përjetimet, qoftë në prozë, qoftë në poezi, dhe do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Ke filluar të shkruan poezi, ke botuar 3 përmbledhje poetike, në kohën e fundit, në ditët e fundit tani, ke shkruar edhe një roman. Çka ju shtyri të ndryshoni gjininë letrare? Nuk është ndryshim i gjinisë letrare, edhe proza
edhe poezia janë pjesë e letërsisë, vetëm se këtu mu ka dhënë mundësia që të shprehë emocionet e mia, të kujtoj të kalumen, duke respektu të kalumen, të mendoj për të ardhmen. Realisht, romani Hija pafajësisë, i shkruar pas 3 vëllimeve poetike, është një ngacmim emocional, shpirtëror, i cili më ka nxit që të shkruaj për të gjitha gjeneratat. Ky roman realisht është i lexueshëm, i kuptueshëm edhe për të rinjt, edhe për studentët, edhe për nxënësit të shkollës së mesme, po edhe për ata që janë të shtyrë në moshë. Në romanin Hija pafajësisë, realisht është një pasqyrë reale, aktuale, e situatës bashkëluftëtarëve pas luftës shërimtare të Kosovës. Po shkëm me radhë, po ndolëm po analizojmë paksa romanin Hija pafajësisë. Titulli romanit, një titull simbolik, një metaforë. A këshim mundur më në zbërthi pak? Po, në kopertinë shifet një qeli, në kopertinë shifet një vajzë e arrestuar, në kopertinë shifet edhe amblema ushtrisë shërimtare të Kosovës, ato shifet edhe hija. Hija një pafajësie e cila na ka përcjell që nga pas lufta deri më tani. Edhe sot është shumë aktuale kjo hije pafajësisë. Pas përfundimit të luftës shërimtare të Kosovës në Kosovë, në udhëheqjen e UNMIK-ut në atëku, në për të gjitha zonat operative të ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka ndodhur arrestime, burgosje të udhëhecëve, të komandantëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në për të gjitha, kur tham në për të gjitha, në për 7 zonat operative, kemi pas arrestime. Paralel me arrestimet që janë bën në Kosovë, gjykimet që janë bën në Kosovë, ka ndodhur gjykata e Hagës. Dëshmitar jemi Fatmi Lima me ekipën e vet, me grupën e vet, Ramush Haradini me grupën e vet. Edhe sot pas 26 vjeteve, prap në Hagë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe shumë të tjerë. Kjo hija pafajësisë nën kupton? Hija pafajësisë nën kupton një të kaluar të trisht për popullin tonë, e në veçanti për bashkëluftëtarët, për veteranët e luftës shërimtare të Kosovës. Hija pafajësisë nën kupton për gjeneratët e reja, për trashëgimtarët se si duhet t'i shohin veteranët e luftës, çka duhet të ndërmarrin, çka është ndash të ndërmarrin dhe çka mundën e sot të ndërmarrin. Fatkeqësia më e madhe që ndron të vetë institucionet tona. Pse? Sepse në këtë roman është realisht tashun me personazhet jam i shoqëruar apo i mishnuar me i formë me Lirien, Aulonën dhe Qëndresën, e bashkë me Petritin kemi mendu se shteti i Kosovës është ndash deri më tani të mendon për gjendjen emocionale dhe shpirtërore të bashkëluftëtarëve. Për arrestimet, për burgosjet të padrejta, për dënimet të padrejta. Gjoja në emër të krimeve të luftës. Mundu me shtjellu pakso librin e romanit, cilën është kompozicioni i librit, cilën është tematika që keni trajtuar në këtë roman? Tematika është gjeneratat e reja, trashëgimtarët e veteranëve të luftës, fëmijët tanë, djemtë dhe vajzat, gjatë studimeve njoftohen mes vete dhe secila vajzë edhe secili djalë në konvekt në Prishtinë, pasi të njoftohen me i formë, shumicën e tyre i lidh ideali i luftës shërimtare të Kosovës. Janë fëmijët tanë. Dhe kur takohen ata aty, gërshëtimi i kujtimeve, i vlerave kombëtare, familjare, i prindërve tyre, sepse kishte dhe ka dhe sot veteran të burgosur për krime lufte, e fëmijët e tyre shoqërohen aty dhe mendojnë për të kalumen, mendojnë edhe për të ardhmen, duke vepru në forma të ndryshme në mbrojtjen e vlerave të luftës. Ata në kuadër të unionit të studentëve, edhe Liria, Aulona, Qëndresa, Petriti, edhe shumë studentë të tjerë, duke u përgjigjur ftesës organizatës e veteranëve të luftës për një protest, ata dalin edhe protestojnë, angazhohen maksimalisht gjithmonë në mbrojtjen e vlerave të luftës. Përderisa protestojnë, dikush prej tyre kishte babën e arrestuar, dikush e kishte babën invalid të luftës, pa gjymtyr, dikush me protezë,
dikush nuk e dinte për fatin e tij se çka do të ndodhë nesër. Kjo është ajo gjenerata e cila duhet ta ngretë zënën. Nuk është vënë edhe sot pas 26 vjet që të komponohen organizatat jo qeveritare, shoqëria civile, gazetarët, populli i Kosovës, të gjithë liridashësit, të gjithë ata trashëgimtarë dhe trashëgimtare të veteranëve të luftës shqiptare, të bëhen një tok dhe ta ngrehim zërin kundër këtyre padrejtësive. Zoti Sylla, nëse shohim personazhet janë emra simbolik, Liria, Aulona, Qendresa, Petriti. Çfarë keni dashur të thoni me këta emra? Sepse të tretë lidhen prap me luftën, prap lidhen me temën e trajtuar. Realisht preardhja ime edhe familjes time vjen nga fshati Jezerc. Stërgjyshim në vitin 1923 nga Jezerci ka kalu tjetën në shtime. Romani fillon me lindjen e lirisë pikërisht në fshatin Jezerc, e që prindi saj apo baba i saj ka qenë veteran i luftës, edhe invalid i luftës, edhe Liria pas lindjes në atë fshat, duke u rrit me prehrin e bashkëluftëtarëve të babës së saj, duke ndëgju për çdo ditë emocione, kujtime dhe ngjarje të rëndësishme gjatë luftës shqiptare, duke vizituar institucionet, pozicionet, duke vizituar lapidarët, varrezat e dëshmorëve, inspirohet gjithnjë më shumë në mbrojtjen e vlerave të luftës. Të gjithë këta emra, jo rastisht, Liria simbolizon jo vetëm emrin e saj, asaj voglushe, e që më vënë bëhet një nga udhëheqësit e Unionit të Studentëve, jo vetëm emrin, por edhe fatin, edhe lirinë e vendit, jo vetëm të fshatit, po të qytetit dhe gjithë territorit të Republikës Kosovës. Edhe Aulona, si emër i vjetër, autokton, edhe Qendresa, e cila kishte babën e arrestuar, edhe Petriti, cili vjen nga Krusha, është një gërshëtim i personazheve jo rastisht. Prandaj dua t'ja lë lexuesve që në dorë që mos t'ju jap gjitha detajet, që të shohin përjetimet, takimet dhe angazhimet e tyre. Pikërisht po ndalem edhe pak këtu te personazhet, a është dashur të bartët potenciali, krim bagazhi, trashëgimia, e krenarisë, vujtjes dhe qendresës tek personazhet që të jenë bartës të asaj që kanë përjetuar prindrit e tyre, gjenerata tjetër. A shumë e vërtet, edhe sot në jetën e përditshme, në jetën reale, jo imagjinare. Trashëgimtarët tanë, unë jam shumë krenar me trashëgimtarët tanë. Unë jam shumë krenar me shumë djemë të dëshmorëve, jam shumë krenar me shumë vajza të dëshmorëve, jam shumë krenar me shumë djemë dhe vajza të bashkëluftëtarëve të me, të veteranëve të luftës, të cilët në të vërtet janë të bënë punë të mrekullueshme. Me sjelljen e tyre, me qëndrimin e tyre, me angazhimin e tyre gjithnjë, jo në mbrojtjen e vlerave të prindit personalisht, po në mbrojtjen e vlerave kombëtare e në veçanti të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Kam pas fatin t'i takoj, të bisedoj, të rri me ta, dhe shoqërohem me ta, dhe t'ju rri pranë gjithmonë. Unë jam shumë i lumtur që e kemi një gjenerat që do ta lëm pas si trashëgimtar të denj të këtij vendi, sepse janë të gatshëm të sakrifikojnë gjithçka edhe me të shtrajtën jetë që ta vazhdojmë në rrugën tonë. Në romanin Hija pavarësisë duket një pasionim i realitetit, por një realitet duket si i hidhur. Realiteti është i hidhur, por ashtu siç është duhet pranohet. Romani nxit rinien dhe duhet të nxit. Qëllimi im ka qenë që ta nxit rinien, ta nxit Unionin e Studentëve, të nxit organizatat jo qeveritare dhe shoqërinë civile, që të mendojnë më në fund për ata që udhëheqin luftën shqiptare, për ata që sliruan këtë vend, për ata që sot ne jemi të lirë, e për ata që sot ne vendosim lule e ju qëndrojmë 1 minutë heshtje. 1 minutë heshtje do të të shumë për mua. Shikimi em, sytë e me takohen me sytë e bashkëluftëtarëve të me dëshmorët, të cilët personalisht ka shumë për tyre që personalisht i kam njoft. Prandaj edhe ky roman është një ftesë që të ringjallemi si këmbë, të kthehemi aty ku e kem pas vendin. Ti kujtojmë të kaluamën tonë, ne kem pas shumë protesta, ne kem pas shumë reagime, edhe si organizate veteranëve të luftës, edhe si shoqëri civile, në kohën e fundit, sikur se jemi pajtuar me gjithçka. Po besoj që rinia jonë do të jetë ajo rini e cila
edhe të kjo pjesa jetës së sotme të analizojmë edhe pak sa romanin. Liria merr një kuptim edhe të përgjithshëm. Kuptimin tash po largohem nga kuptimi i personazhit, po kuptimin apo simbolin e jetës. So keni mundur të jepni këtë simbol që shihet në roman që ka marrë simbol të jetës. Liria është jeta në një formë. Liria, emri liri apo karakteri i personazhit liris, realisht është gjithë ajo që kam dashur të them. Gjithçka është e cungume në rast se nuk e kemi lirinë e plotë. Liria jonë, edhe si personazh, po dhe liria përjetshme pas çlirimit të Kosovës, që do të duhet edhe do të duhej në forma të ndryshme të kultivohej, të mbrohej, të ruhej. Jam shumë i sigurt që ky emër do të lakohet përjetësisht në këto troje dardane, në këto troje të Arbërisë. Betimi jonë i ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nuk ka qenë pavarësia e Kosovës, por bashkimi kombëtar. Edhe unë jam shumë i sigurt që gjeneratat e reja do të punojnë këtë drejtim për një bashkim. Bashkimive që në fakt ka ndodhur sot lëvizim lëshëm, vizitojmë vendet. E përmendëm në fillim të bisedës që keni bërë një gërshetim të jetës së krijuesit letrar, po ashtu edhe një luftëtar i lirisë. Po ashtu edhe në romanin e juaj shohim një gërshetim të kujtimeve dhe rrëfimeve me dhimbje dhe krenari. So keni mundur të ndërthurni këtu mes vete dhe t'ju jepni tipare artistike letrare. Ka qenë e vështirë, thash, jam emocionu shumë herë, kam lënë punën në gjysmë, ka pas kohë që në mesin e natës ose pas mesin e natës për emocioneve kam ndërprer shkrimin, pas që kam pushu jam mundu me vazhdu realisht emocionet, nuk më kanë lënë që originalitetin ta qes në letër. Megjithatë ja kam dalë ta bëj një përmbledhje edhe një mesazh nëpërmes asaj që kam shkruar që lexuesi ta kupton. Ta kupton vlerën e varrezave dëshmorëve, ta kupton vlerën e lapidarëve, ta kupton angazhimin e luftës shqiptare edhe ta kupton detyrën e vet si trashëgimtar pas luftës shqiptare. Zoti Sylla, letërsia dën krim estetik, ndërtohet mbi figuracionin artistik, edhe pse mirë tematika nga realiteti që e përmendëm, prap kërkon një figurshmëri, kërkon një ndërtim estetik, ndërtim të bukurës. So keni mundur të arrini në këtë drejtim që përjetimet, kujtimet e juaja t'i ktheni në vlera artistike? Ka shumë vlera artistike, megjithatë jam mundu që t'jam në shumë raste dhe në shumë kapituj origjinali. T'jam vetvetja dhe të paraqes një realitet dhe mos të shmangem asaj çka është këndoshtuar. Ka vlera letrare, ka vlera artistike, ka muzë, ka gjithçka. Është një gërzhetim jashtëzakonisht i mirë, s'po mu m'pëlqen edhe për mu është si fëmia im ky roman. Edhe botimi i tij ka qenë sikur lindja një fëmie për mu. Dhe prap do të qëndroj prapa çdo vargu, prapa çdo fjale, sepse qëllimi jam nuk o kanën që të lë një gjurmë pas, po të nxiti të rinjet që të bëjnë diçka më shumë e ke mundësi. Fatkeqësisht, duke ikur i reales, kam potencial që fatkeqësisht edhe sot kem veteranë të cilët kanë nevojë edhe për kafshatën e bukës. Edhe sot kem veteranë që nuk kanë kulm mbi kokë. Edhe sot kem veteranë që kanë nevojë për ndihmë. Edhe sot kem veteranë me raste që janë raste sociale. Edhe sot kem veteranë që janë në prag të vetvrasjeve. Edhe sot kem veteranë që janë në skajshmëri ekonomikisht të varfër. Edhe kush çka është duke bërë për ta. Ky roman besoj që do t'i nxit të rinjet, besoj që do t'a nxit unionin e studentëve dhe OJC-t që të bëjnë hapa konkret e t'ju dalin në ndihmë. Ju e dini shumë mirë sa vetvrasje ka ndodhur në Kosovë për shkak të gjendjes emocionale dhe shpirtërore dhe për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike. Prandaj ne duhet më në fund t'i hapim rrugë vetës, t'i hapim sytë institucioneve tona që fatkeqësisht që 26 vjet asnjë hulumtim, kur tham asnjë, tham sinqerisht, asnjë hulumtim shkencor nuk është bë për gjendjen emocionale dhe sociale të bashkëpunëtorëve të luftës të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. E kjo është për keqardhje. Kjo është për keqardhje që institucionet tona nuk janë gjendje me bë ne
me themelu një institut të cilët do të mirën me fatin e tyne. Dhe bëj apel, shfrytëzoj rastin, bëj apel para institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret, sepse jeta atyre është shumë e vështirë. Të jesh dëshmitare asaj periudhës, të cilës periudhë kohore të cilë keni trajtuar tematike normal. So keni mundur të ikni empatis, ndjesis, se vetë si autor në këto ngjarje. So keni mundur të trajtoni ngjarjet në atë formën që të shihnin nga një kënd i një autorit, nga unë juaj, dhe të mos bie prej emocioneve apo empatisë që mund të keni në dhimbje ose krenari. Thash unë shumë herë gjatë shkrimit mu ka dash me ndërprej për shkak të emocioneve. Nuk kam dash me leju që emocionet të më kamplojnë dhe të mundim, ose ta mundin idenë e shkrimit ose idenë e muzës për cilën do kam pas dëshirë shkruaj. Jam nal, kam pushu dhe kam vazhdu. Kjo ndalesë ka mund të ndodhë me një orë, 2, ka ndodhë me një javë. Përderisa jam stabilizu sepse edhe për mu nuk ka qenë lehtë. Realisht nuk jam marrë me ngjarje konkrete të luftës shkrimtare. Jam marrë me ftesën e ngjalljes së rinisë, gjeneratave të reja, të trashëgimtarëve tanë, që të ngritin zërin edhe ata sepse neve që jem plak, shumica veteranëve po vdesin për çdo ditë dhe e ardhmja është në duart e tyre. Në promovimin e librit, ndoshta edhe autorë që kanë emër, do t'ju kishin lakmi për mosën të cilën ishin në promovim. Si u prit dhe si arritet të grumbullanin, të vinin gjitha ata njerëz në promovimin dhe cilat ishin komentet e njerëzve dhe dashamirët e librit. Faleminderit, pyetje e bukur. Ne në shtime kemi një shtëpi të kulturës, dhe në veçanti bashkëluftëtarët e shtimës e rrethit, jo vetëm shtimës, po e gjitha trevave tona, nga gjitha viset e Kosovës, ka pas prezent aty nga gjitha viset. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë kur i sheh në mesin e publikut bashkëluftëtarët. Përderisa ndëgjoja vargjet apo fjalët e recensionit, apo të redaktorit, apo të moderatorit, edhe i shihja bashkëluftëtarë përballë, ishte një emocion i veçantë, i papërshkrueshëm. Dhe po unë du mi falenderu gjithë ata që kanë marrë pjesë në promovimet e mia dhe i garantoj që nuk do të ndalem. Nuk do të ndalem së shkruari, do të shkruaj deri në frymën time të fundit. Kam materiale mjaft, kam vullnet, e kam shëndetin dhe sot ma jep Zoti shëndetin do të shkruaj. Që me qëllim që t'ju lam një trashëgimi gjeneratave që vinë pas. Përfundon libri, merr drejtën jeshile të botohet dhe kthehet autori e lexon dhe sheh. Sa është i kënaqur me librin. Realisht unë thash jam i kënaqur me librin, po sikur ta rishkruaja edhe një herë, normal që do të shtoja shumë më shumë. Normal që do ta pasyroja hala më shumë. Nuk kam dashur t'i lejoj vetës dhe t'i lejoj emocionet e mia që të më përndjekin, që të qes atë vrull që nuk është këndasht. Këta ka menaxhu shumë mirë, megjithatë jam i kënaqur me hijen e pafajësisë edhe dhash Zoti që edhe shokët tanë, të cilët po mohen padrejtësisht në hijen e pafajësisë në gjykatën e Hagës të kthehen sa më parë. Zoti Zyla, rreth librit edhe një libër, edhe një pyetje për fund, pastaj do të kalojmë edhe pak në trajtimin e kësaj çështjes tjetër. Përjetimet gjatë luftës, dhimbja, krenaria, vujtjet, sakrificat, guximi i poshaq i njerëzve, luftëtarëve të lirisë. Dhe gjithë ato që kanë ndodhur sot 26 vite, shumë kush nuk i beson. Po i besojnë dëshmitarët që kanë qenë pjesë e kësaj lufte, krenarie dhe dhimbje. A ka bërë mjaft organizatat, njerëzit, shkrimtarët, krijimtarit e të ndryshme, shtëpitë botuese, njerëz të pendës që t'i paraqesin këtu dhe këtu sakrifica, këtu krenari, këtu vujtje, t'i kthejnë në art dhe të bëhen vlera universale të përgjithshme. Pyetje shumë e vend, pyetje e fuqishme edhe paksa e ranë.
Nuk mund të them që nuk ka. Ka, të fillu prej nëse të planës Ahmet Qiriqit e shumë të tjerë që kanë shkruar për luftën shqiptare. Në të gjitha trojet shqiptare, edhe në Shqipëri, edhe Kosovë, edhe Maqedoni, edhe Preshevë. Por a mjafton, jo nuk mjafton. A është boll, jo nuk ka boll. A ke mundësi me bë më shumë? Po ke mundësi me bë më shumë. Kur nuk kemi pas mundësi ma shumë se sot. Sot e kemi Institutin Albalan Rixhek, sot e kemi Lidhjen e Shqiptarëve, Shqiptarët Kosovës, e kemi Lidhjen e Shqiptarëve në Shqipëri, e kemi Institutin e Historisë, e kemi Arkivën e Kosovës, e kemi Akademinë e Shkencave, i kemi të gjitha mundësitë. E kemi edhe vullnetin për me shkru. Po duhet pajtohen edhe me një që kemi disa shokë që kanë shkrime, por nuk kanë mundësi t'i votojnë. Duhet një përkrahje institucionale më fuqishme, edhe nivel lokal, edhe nivel qendror. Si mbasme duhet t'i jepet përparësi në kushte të barabarta të konkurimit bashkëluftëtarëve apo veteranëve të luftës shqiptare. E jo të shmangan atyne. Unë personalisht kam aplikuar, nuk kam fitu. Mu ka dasht ndaj kafshatën e gojës të familjes time për botimin e këtyne 4 librave. Kështu që los donatorët, los kompanit, los shokët, me tashamirët, që në kontakt me poetët, me shkrimtarët, t'ju mundsojnë, t'i ndihmojnë, t'i finansojnë që poezitë e tyne, shkrimet e tyne, romanet e tyne, apo vlerat të ndryshme të kthyme në libra që t'i botojnë. Gjatë tërë bisedes nga ju u vrejt një revolt, u vrejt një pezm, u vrejt një diçka brendshme që nuk i lënë rahat. Si luftëtarë lirisë, për bashkëluftëtarët e juaj të përndjekur nga këto hije, të identifikuar edhe në romanin e juaj, që edhe së dhe kësaj dite nuk kanë së ndalre. 26 vite pas luftës, krejtë ushtrisë shqiptare të Kosovës gjenden në paraburgim, viti 5. Po thuj se kanë marrë dënimin, pa marrë parasysh çfarë epilogi do t'jetë, si po ishini këto rrjedha që nga qershori i vitit 1999 deri në qershorin e vitit 2025 për ndjekja e luftëtarëve e njerëzve që kanë mbrojtur atë dheun dhe vendin e tyre. E gjitha kjo është një montim apo një skenar politik, mund ta quaj parabarësisë ndërkombëtare apo përbashkësi ndërkombëtare karshi luftës shqiptare të Kosovës. Ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë shembulli i gjitha ushtrive botërore në luftë për pavarësi dhe liri. Ka qenë një ushtri apo një guerille më e suksesshme në rrezullin toksor. Ka qenë një ushtri e cila në atë kushte të vështira përballë me armikun, duke luftuar, kem shfrytzuar të njëjtën kohë për furnizim, për trajnim, stërvitje, logjistik, planifikim dhe njëkohësisht edhe luftën e kemi bë. Domethënë të gjitha format organizative të njëjtën kohë, duke kursyer jetën e civilëve të qytetarëve civil në Republikën e Kosovës, duke kursyer jetën e qytetarëve civil serb që kanë qenë në Republikën e Kosovës. Edhe ne kemi pas hapësirë të bëjmë krime, masakra. Kemi pas hapësirë, kemi pas mundësi, nuk e kemi bërë një gjatë tillë. Tash karshi këtij kësaj, quhet bashkësia ndërkombëtare me themelimin e kësaj gjykate, edhe mundohet që të nxjerrë diçka nga kurgjaja. E kjo gjykatë është themeluar në bazë të planit të raportit Dick Martit, pasi që dërshtuan në gjetjet e tyre dhe i dorëzuan edhe gjithë ata që u morën me këto volumtime, në fund edhe vetë Dick Marti para se të vdiste, ata duhet të gjykohen për një diçka krejt tjetër, e duhet marrin fakte dhe argumente nga Serbia, që normal që prej tyne mund të marrin argumente sa të dojnë, por fajsin kur nuk do të mund të dëshmojnë. Lufta shqiptare e Kosovës ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë e drejtë, ka qenë luftë e shejtë. Ne jemi mbrojt. Kem mbrojt familjet tona, kem mbrojt popullin ton, kem mbrojt shtëpitë tona, kem mbrojt vendin ton. Ne nuk kemi shku askund që të okupojmë vendet huaja. Ne kem sakrifikuar gjithçka për lirinë e vendit tonë. E thatë, po ndërlidhem prapë me librin, për na ndërlidhet biseda, e thatë që kemi
kërkuar apo kemi dashur të qomni përsi të gjeneratat e ashme që të dini vlerat edhe dhimbjet e këtij populli. Apo shini tek populli, tek qytetarët, një vedisim të vlerave kombëtare. A duhet të ketë një zgjim në përcjellje sepse nuk është duke u trajtuar, nuk është duke në parabërgim individit, po është një kauzë kombëtare që me shekuj është pritur. Lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ndërsa populli, shoqëria jonë, ende ai mungon ky zgjim. Një revolt, një kërkesë që vlerat nuk mundet t'i prek askush sepse janë të dalura nga populli. E arritura më e madhe në historinë e kombit shqiptar pas Gjergj Kastriotit Skënderbeu, para 600 e sa vite, e deri më tani është lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në krye me komandantin legjendar Adem Jashari dhe të gjithë protagonistët të tjerë të luftës shqiptare. Realisht edhe romani është realisht një apel për gjeneratat e reja, për trashëgimtarët tonë, që mos ndalen. Mos ndalen në forma ndryshme të organizohen, të dalin në ndihmë bashkëluftarëve, veteranëve të luftës. Të dalin në ndihmë dhe në mbrojtjen e këtyre të pafajshme, këtyre djemve tonë që mbohen pafajësisht në Hagë. Që dalin në ndihmë edhe familjeve të tyre. Ne sot kemi nevojë për përkrahjen e të gjithëve. Lufta shqiptare e Kosovës nuk është bërë për ne personalisht sepse nuk e kemi ditë të pështojmë. Nuk mund të themi ata që janë ra lavdi aty nëse ata kanë qenë burra të mirë ose vajza të mira. E këta që janë gjallë këta nuk meritojnë. Nuk mund të thuhet ashtu. Nga komandanti legjendar Adem Jashari deri te ushtari i fundit të gjithë kemë mund të jenë në Ramë. Dhe në shënjestër të serbëve të gjithë kemë qenë të barabartë. Dhe në granatime të gjithë kemë qenë të barabartë. Kem humb shokët, shokët tonë kanë humb gjymtyrët e luftës, nuk i ka zgjedh serbit cilin ta le pa këmbë, ose pa dorë, ose cilin ta vret. Ajo është mundu çdo ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës ta vret. E populli sot do të mendon në ryshe. Ne meritojmë një përkujdesje të veçantë. Një përkujdesje të veçantë, jo vetëm nga shoqëria. Për shoqërinë ne jemi krenaria atyne. Ne jemi një pasuri për ta. Ne jemi një diçka që Zoti dhurati ja ka thënë atyne. Po për institucionet tona të cilat shumë pak janë të u bën për këtë drejtim. Shumë pak janë të u marrë me të kaluamën e luftës shqiptare të Kosovës. Çfarë duhet të bëjnë? Duhet këto institucione. E para duhet themelohet ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës. Që mos të jepet mundësia dhe çdo gazetari apo çdo çka dione panelisti ta fynë vlerën e luftës shqiptare të Kosovës. Ne jem dëshmitar për çdo ditë ndëgjojmë fyerje pa kontroll. E para të formohet të aprovohet ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës shqiptare të Kosovës. E dyta, të themelohet një institut urgjentesh për hulumtimin e gjendjes emocionale dhe sociale të bashkëluftarëve të veteranëve të luftës shqiptare të Kosovës. Ata janë rrezik për vetveten, po dhe rrezik për familjet e tyre. Kush nuk mirët me fatin e tyre dhe me gjendjen e tyre ekonomike dhe sociale, e në veçanti emocionale. Ti forcojnë organizatat të dalë nga lufta. Organizatën e veteranëve të luftës, shoqatën e familjeve dëshmorëve, shoqatën e invalidëve të luftës. Kem bashkëluftarë që kanë nevojë për ndrimin e protezave, kush nuk mirët me ta. Kem bashkëluftarë që kanë nevojë për intervenime, kush nuk mirët me ta. Kem nevojë për rehabilitimin e tyre në përbanje, në përpushime, qofshin ato verore apo dimërore, qofshin ato në natyrë, në pyje, po pse jo mos të organizojmë edhe bashkëpunim me shtetet tjera mike që ka Kosova shumë. Kem shumë shtete që janë ngasme me bashkëpunim këtë drejtim. Duhet të shfrytëzojmë të gjitha kanalet që t'i dalim në ndihmë këtyre djemve. E meritojnë, sepse kanë sakrifikuar gjithçka. Që sot dikush të jetë president, dikush të jetë kryeminist, dikush të jetë ministër, dikush të jetë deputet. E çka duhet bën t'ia kthejmë shpinën atyne? Nuk e meritojnë. Zoti Sylla, faleminderit shumë që je pjesë e televizionit të Arria. Ju urojmë suksese në krijimtarinë tuaj letrare dhe gjithë mirat. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.